Për shtati banesën si thertore dhe hidhje mbetjet në lumin Vjos, arestohet 62 vjeçari në përmet, procedohen edhe 2 veterinjerë. Një 62 vjeçar nga përmeti është arestuar pasi kishte përshtatur një ambient të banesës së tij në fshatin Qilarisht si thertore të paligjshme dhe dyshohet se mbetjet e therjeve i shkaktonte në lumin Vjos. Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Përmet dhe Seksionit për hetimin e krimeve ekonomike financiare në bashkëpunim me AKU Gjirokastër. Gjatë kontrollit në ambientin e përshtatur si thertore u gjetën 10 bakti në proces therjesi dhe kafshë të therrura. Gjithashtu, policia sekuestroi edhe 10 matrikuj baktish të cilat dyshohet se ishin të falsifikuara. Hetuesit konstatuan edhe një tubacion përmes së cilit mbetjet e krijuara nga therja shkarkoheshin në lumin Vjos, duke shkaktuar ndotje të ujrave dhe të mjedisit. AKU bllokoi menjëherë ambientin ku zhvilloi aktiviteti i paligjshëm dhe vendosi ndaj pronarit një masë administrative prej 200.000 lekësh të rinj. Në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimeve mjedisore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Përmet dhe të Seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me AKU Gjirokastër, bazuar dhe në informacionet e siguruara se një shtetas kishte përshtatur një ambient si thertore jashtë kushteve minimalo higjieniko-sanitare dhe mbetjet e krijuara nga kjo veprimtari, i hidhte në lumin Vjos, ushtruan kontroll në këtë ambient. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit Talë u konstatua një ambient i përshtatur si thertore për bakti timta ku gjetën 10 bakti në proces therjesi dhe një pjesë e tyre të therrura. Gjithashtu u gjetën 10 matrikuj për bakti të dyshuara të falsifikuara. Në vijim të kontrollit, shërbimet e policisë dhe të AKU-s konstatuan, bazuar dhe në informacionet e siguruara se një shtetas kishte përshtatur një ambient si thertore jashtë kushteve minimalo higjieno-sanitare dhe mbetjet e krijuara nga kjo veprimtari në lumin Vjos, ushtruan kontroll në këtë ambient. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit Talë u konstatua se një ambient i përshtatur si thertore për bakti timta ku gjetën 10 bakti në proces therjesi dhe një pjesë e tyre të therrura. Gjithashtu u gjetën 10 matrikuj për bakti të dyshuara të falsifikuara. Në vijim të kontrollit, shërbimet e policisë dhe të AKU-s konstatuan një tubacion përmes së cilit mbetjet e therjes shkarkoheshin dhe hidheshin në lumin Vjos, duke shkaktuar ndotje të mjedisit dhe të ujrave. AKU ndryri menjëherë duke bllokuar ambientin ku ushtroi kjo veprimtari e paligjshme, nisi procedurat administrative përkatëse dhe ndëshkoi pronarin e ambientit me masë administrative 200.000 lekë të rinj. Në përfundim të veprimeve, specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare arrestuan në flagrant shtetasin Alë, 62 vjeç, banues në fshatin Qilarisht, Përmet, pronar i ambientit për veprat penale, fshehje të ardhurave, prodhimi kundra ligjshëm i artikujve dhe mallrave industriale dhe ushqimore, falsifikimi vulave, stampave ose formularve dhe ndotja e ujrave. Gjithashtu procedua penalisht shtetasit LD, 54 vjeç dhe YH, 66 vjeç. Të dy banues në Përmet me detyrë veteriner për veprën penale shpërdorimi detyrës pasi dyshohet se nuk kanë ushtruar kontrollet dhe nuk kanë marrë masat që u ngarkon ligji për baktit e 62 vjeçarit. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Policia e shtetit mbetet e vendosur në misionin e saj për evidentimin dhe goditjen e çdo veprimtarie të paligjshme që dëmton mjedisin, cënon sigurinë ushqimore dhe rrezikon shëndetin e qytetarëve, thuhet në njoftimin e policisë.